إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa taala. Atë falenderojmë për ti fale, udhëzime, kërkojmë salavatet dhe salamet për shëndetet më të mira, mbi më të mirin pejgamber, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamat, të nderuar vëllezër, do të ndajmë disa minuta para hutbës së xumas, që të fletojmë diçka nga libri i Allahut, nga suneti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe nga udhëzimet dhe shpjegimet e dietarëve dhe imamëve të muslimanëve. Jemi në vargun dhe plotësimin e haditheve të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam nga libri i njohur i Imam Bukhariut rahimahullahu taala, të cilin e ka titulluar El-Adabul Mufrad, edebi dhe tërbia e një muslimani. Tërbia e një muslimani. Pas kapitullit të qetësisë, përmbajtjes, frenimit, butësisë që duhet ta ketë muslimani, për të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Mundhir ibn Amirit al-Ashaj ibn Abdul Qais radhiyallahu an, i tha ti ki di cilësi të cilat i don Allahu subhanahu wa taala. Tha cilat janë ato ya Rasulullah? Tha el-hilmu wal-anat. Tha je i but edhe je i ngadalshëm, i qetë, nuk ngutesh. Këto dy cilësi tha i don Allahu subhanahu wa taala. Zakonisht Imam Bukhariu rahimahullahu taala mundohet me e sjell atë çka duhet me e pas muslimani dhe atë çka s'duhet me pas. Nga se edhe kjo është edhe realisht paralelja apo të kundërta të cilat shpesh Kur'ani i thirr në to. Pra tauhidi është karshi ti shirku, imani karshi ti është mohimi, kufri. Apo andaj harami karshi e ka halalin, e kështu me radhë. Farzi karshi e ka të ndaluarën. Çdo gjë e ka të kundërtën e vet. Pra e bën të mirën e i largohesh të keqës. Andaj Imam Bukhariu shpesh herë i lidh gjërat njëra me tjetrën, një kapitull edhe pastaj vijon tjetri. Pasi që Allahu e don butësinë, e don qetësinë, e don vetë përmbajtjen, vetë frenimin, e kundërta e kësajna zakonisht është çfarë? Ka thujt Imam Bukhariu Babul Baghi. Kapitulli i radhës ka thënë kapitulli i zullumit. Mirëpo zullumi ka shumë emra në shariat. Me shumë forma i thuhet zullumit. Fjala zullum është nga fjala gjuharabe, dhulm. Apo po ka edhe forma të tjera. I thënë udwan. Allahu që ka përmend edhe el-udwan, e ka përmend edhe baghi. E këto janë si cila ka për qëllim zullumin, ama me një kuptim shtesë. Thot Imam Bukhariu Babul Baghi, kapitulli i zullumit. Mirë po baghi çka është? Bagha është zullum i bëm me nxitim. Kur një njeri vrapon me bën një zullum, edhe zullum me dëshirë. Jebgha është zullum ku ti e paramendon, e bën planin dhe e dëshiron ata. Nëse ka zullume që mund më bë pa dashje, ti shkelni diçka që s'ki dash me e bë ata. Baghi është kur ti bën zullum me vetë dëshirë, me plan dhe vrapon sa më shpejt me e bë ata. E për këtë zullum ka sjell një transmetim nga Ibn Abbasi radhiyallahu an, nga djali i Haxhës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat transmetime zakonisht nëse kanë të bëjnë me botën e ndëshkimeve të ahiretit apo me kaptinën e informimit për diçka që s'ka mundësi me kanë pos lajm prej Allahut, kjo zakonisht trajtohet sikur me paston vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj edhe ka sjell një transmetim nga Ibn Abbasi dhe hadithin që realisht e përmendit edhe më herët, tani do ta përsërit për kapitullin përkatës. Thot Imam Bukhariu, kapitulli i zullumit. Zullumi, të nderuar xhamat, është gjëja më shumë që Allah e ka vendosur natyrën e njerëzve mos me e dëshirua. Pra nuk ka njeri shnosh tamam si insan që e ka fal Zoti, veç se zullumi nuk e do.
Madje thotë që Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullahu teala, zullumi është i keq edhe ndaj zullumçarit. Pra nëse kemi një zullumçar i cili ka bënë padrejtësi, mi bë padrejtësi këtina o zullum, edhe njerëz nuk e dojnë. Apo edhe zakonisht e keni vërejt të shumë prej gjërave, kur ti e ndëshkon një dikan, nëse ja tepron dëshkimi, njerëz thonë ja tash e teprove. Domethënë e teprove ndaj këtij i cili realisht meriton të një ndëshkim, mirë po jo deri në këtë dozë. Apo për shembull ti ka mundësi e ndëshkon fëmijën tan, apo e çorton për një vepër të caktuar gabim që e ka bë, mirë po nëse ja tepron, atëherë çka thonë njerëzit? Jo, ky e meritoi më çortu, ama jo deri në këtë dozë. Dhe kështu me radhë prej syreteve të ndryshme në jetën e kësaj bote. Andaj dietarët çfarë thonë? Zullumi është shpeshherë që dihet me natyrë, por kadri, sasia, sa duhet, tek duhet, në cilën kohë duhet, për kanë duhet, kjo e sharon shariati. Por në natyrë shumë e dim që s'ban me bo zullum. Ama kur o zullum e ka zënë feja. Apo, ne e dim që ilaçi i mirë. Këtë e din, edhe fëmija e thotë ilaçi i mirë. Ama sa ilaç, çfarë ilaçi, sa dozën, kur e konsumon ata, ta doktori e di. Ama këtë e din që ilaçi i mirë. Andaj, na këtë e dim se zullumi o i keq. Kur o zullum, çka është zullum, cila doza zullumit, kur teprohet, këtë këto i din, edhe na i shëron Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. Thot Ibn Abbasi radhiyallahu an, thot law anna jabalan bagha ala jabalin ladukal baghi. Thot Ibn Abbasi radhiyallahu an, nëse një kodër, të supozojmë kështu, megjithëse kodrat janë qenje të cilat nuk janë si njerëzit. Nuk janë si njerëzit. Dhe çfarë ndodh? Kodra e cila është vendosur për stabilitetin e tokës nuk funksionojnë si bota e shpirtrave. Nuk funksionojnë me sheriat të zbritur, po funksionojnë me kaderin e Zotit xhel xhelaluhu dhe urdhat e tij universal. Atëherë, thot Ibn Abbasi, nëse një kodër i kishim shu një kodrës tjetër, pra një kodër godet një kodër tjetër, Allahu subhanahu wa taala do ta coptonte kodrën zullumqare. Por nëse një kodër e godet një kodër tjetër, atëre Allahu subhanahu wa taala do ta coptonte, do ta shkërmoçte kodrën e cila i kam shu kësajna. Për çfarë arsye? Gjasë Allahu nuk e do zullumin. Gjasë Allahu xhelola nuk e do zullumin. Andaj një ditë për ditëve, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me disa shokë të tij e sheh një dy dele apo një dash dhe një dele duke u godit ndërmjet veti. Edhe e pyet njërin prej sahabëve, thot: "A e di çka janë të bëu këta ndërmjet veti? A e di se janë të godit ndërmjet veti?" Tha: "Jo, nuk e di." Allahu dhe pejgamberi alayhis salam e di. Atëherë tha: "Allahu xhelola e di, edhe në ditën e kiametit e pastron këtë punë." Pra, na nuk e dim. Ti shet di kafshkom, ti shet di çën rrugës duke u ngjit. Apo njëri e ndjek tjetrin. Dhe ti thu: "Ku me dit botë kafshë unë s'di aty." Andaj ti nuk e di, ama Allah e di. E di kush çka ka bëu aty. Në botën e kafshëve, po në botën e njerëzve, që në botën e njerëzve është detali më në konsiderat. Andaj ka thënë Ibn Abbas radhiyallahu an se Allahu subhanahu wa taala nuk e do zullumin. Dhe ka thënë në Kur'an: "Wala yadhlimu rabbuka ahada." Zoti jot nuk i bën zullum kërkujna. Allahu ja nuk e bën zullum kërkujna, nuk i bën padrejti kërkujna. Ka thënë hadith gazet Imam Muslimi, hadith kutsi: "Inni harramtu dhulma ala nafsi." Unë ja kam bërë zullumin haram vetvetes. Sepse s'kan mundësi njerëzit më ia bë Zotit diçka detyrë apo të ndaluar, po Zoti ja ka bë vetvetes. Ka thënë: "Inni harramtu dhulma ala nafsi." Zullumin ja kam bë haram vetvetes. S'baj zullum. Ka kudrat me bë zullum, po nuk bën zullum. Fala tadhalimu, as ju mos bani zullum ndërmjet njëri tjetrit. Gjasë kjo është natyra me të cilën Zoti ka kriju njerin. Njeri nuk e do zullumin. Andaj çka tham? Syreti më i qartë për ta ditë se sa fell e ka vendosur në natyrën e njeriu Zoti i Madh te bareke ve teala urrejtin e zullumit. Çka thotë Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullahu teala? Thotë se njerëzit nuk e dojnë zullumin, mi bë as zullumçarin. Apo andaj ti e sheh për shembull se edhe kur marrin ndëshkime zullumçar, kriminal, ekstremat, megjithse bëhen me ligje njerëzore, jo hinore, që në to ka shumë zullum, shumë padrejtësi, njerëzit shpesh thonë: "Po e ka merituar me dënu filani, ama jo që kaq." Se shumë kjo ekstremat. Andaj njerëzit natyrshëm e din se nuk ban me bë zullum,
qoftë edhe ndaj atij cilo njeri keq. Por jepet sasia e ndëshkimit atë sa e drejton. Jo kur teprohet nga se kalon në zullum tjetër. Nga se nuk shërohet zullumi me zullum. Nuk shërohet zullumi me zullum. Atëra thot Imam Bukhariu rahimahullahu taala e ka sjellë hadithin e radhën nga Abi Huraira radhiyallahu an se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith ihtajjatin naru wal janna. Kan polemizuar zjarri me xhenetin. Dhe si kan polemizuar, sikur polemizon ti me një njeri. Na nuk e dim, por Zoti i krijon mundësi me fol, edhe krijesave të cilat na nuk mund ta paranojnë se si kanë fol. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, zjarri i tha xhenetit, yadkhuluni almutakabbirun walmutajabbirun. Ka thonë te une xhenem, ka thonë te une vin njerëz të mëdhoj, njerëz me post, njerëz me mëdhaj që janë kanë. Mutajabbirun, ato parandort gjallata, e ka menuar që mira sa i zarmo. Wa qalet aljanna la yadkhuluni illa ad-du'afa wal-masakin. Ka thonë te une vin miskinat edhe ato të cilat janë njerëz dopt. Xheneti ka thonë xhenemi. Te une vin miskinat, vin njerëzit e dopt. Allah na bëfë fitur ya rabbal alamin. Fa qala lin-nar atari qadritu Allahu subhanahu wa ta'ala zjarit anta adhabi antaqimu biki mimmen shit. Ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala xhenemit, ka thonë ti e azapi jam. Kanë du hakmerëm ndaj ti me tyje. Kur du mu hakmar ndaj dikuj për zullumin, për qia që ka i ka bo, e marrë është ti të ti. Pastaj ka thonë xheneti, ti e rahmeti jem. Ti e rahmeti jem. Erhamu biki men shitu. Ka thonë kur du me mëshiru dikan, Allah na mëshirof me mëshirën e ti të madhe. Ka thonë kur du ta mëshiroj dikan, e marrë dhe e fust të ti. E marrë dhe e fust të ti. Kjo është hadithit e cilën e ka sjellë Imam Bukhariu tani për një kapitull tjetër. Cili është ai? Është se xhenemi çfarë ka thonë? Ka thonë te une i njerëz të mëdhoj, zullumqar. Ata se kanë bërë padrejti. Dhe xhenemi është lavdruar me këta, është krenuar me këta. Ihtajjat. Ka thonë te une vin më shumë se sa te ti. Xheneti ka thonë te une vin miskinat, te une vin doptit. Se kështu e ka bo Allahu subhanahu wa taala që në xhennet mos be pas njëri mundësi me hi deri të pastrohet edhe nga grimca më e vogël e kibrit. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk hyn në xhennet ai njeri i cili ka në zemrën e tij sa grimca e kibrit. Gjë të cilën njerëzit nuk i kushtojnë vëmendje. Ka mundësi i kushton rëndësi gjunave të ndryshme, ndërkohë që zemra e tij është e mbushur me kibër, e Allahu subhanahu wa taala nuk e pranon. Allahu subhanahu wa taala nuk e pranon. Me ditë se nuk e do në krijën për sejdës, Allahu xhelora nuk e do kibrin. Dhe sa njerëzit kanë bërë pak adhurime, Zoti ka ngrit për shkak modestisë në zemrat e tyre. Dhe ka njerëzit janë dërmuar në adhurim dhe Allahu subhanahu wa taala i shtin xhenam, sikur që ka lajmëruar pejgamberi sa hadithe sa i Buhari dhe Muslim. Ka pra njerëz të cilët dërmohen në adhurim. Dërmohen. Lodhën raskapitën, Allah i shtin xhenam. Pse? Se në zemrat e tyre ka diçka defekt. Andaj zemra është shumë e rëndësishme. Për këtë arsye ka thënë xhenemi, të unë vin të mëllojt ato mendje mëllojt zullumçar. Me këtë hadith është argumentuar Imam Bukhariu për çfarë? Se Allahu subhanahu wa taala e urren zullumin. E urren cilësinë cila është këto dy cilësi të cilat urren, ka thënë el mutakabbir wal mutajabbir. Ai cili e ma vetën me të madh dhe ai cili është arrogant. Tajabbur është diktimi i tjetrit ta veprojë të njëjtën çka do ti. Që është me të madhe sot në tek njerëzit. Ku jetojmë kohën ku njerëzit dojnë adhurim. Ne kemi mri kohën dhe se ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, hadith që ka nxjerrë Imam Tabarani, se nuk bëhet kiameti derisa njerëzit ta shohin Allahin haptazi. E thoi unë jam Allah, jo, nuk ka Allahu në qiell. Hasha wa kella. Dhe njerëzit shiko, vërejet e shehti pi veprave, diktat ndaj fëmijëve, diktat ndaj familjarëve, diktat ndaj shokëve, diktat ndaj punëtorëve. Zot, unë jam thot Zot, ti ki me mgu mua. Veç mua shka të mua. Kjo është cilësia të gjebbur. Nga sa Allahu gjitha ka këtë emër, El Gjebbar. El Gjebbar çfarë është? Ai i cili dikton ti çka me bë. Ai të kallzon ti çka me bë. Se ti s'kallzon çka me bë. Kur njeriu tenton me bë këtë cilësi, Allahu subhanahu wa taala urren, sikur që e do të qetësien edhe maturien. Sikur që tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, ti ka thënë Mundhir ibn Amirit, ka thënë ti ki ditë cilësi Allah ti do. Cilat të natyrë Rasulullah, tha i ka dalshëm, nuk gutesh, nuk nxiton, edhe i qetë, i but.
Këto dy cilësi do. Cilat janë kundërta të kësajna? Vrapimi me zullum, mbajtja me të madh, edhe tejabburi. Pastaj ka thënë një hadith tjetër nga Fadhal ibn Ubayd, ka thënë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë alaihi salatu wassalam, thalathatun la yusalu anhum. Ka thënë pejgamberi alaihi salatu wassalam, për 3 njerëz mos pyet. Ka thënë komentatorët në hadith, mos pyet sepse janë njerëz pa vlerë, të cilët nuk i kushtohet rëndësi dhe nuk merren në konsiderat. Pra la yusalu anhum, mos pyet për ta se janë shkatruar. E për njerëz të shkatrum, mos u merr me ta. Cilat janë ata? Ka thënë pejgamberi alayhis salam, rajulun faraqa al-jamaa. Një njeri i cili ka dalë prej xhamatit. Thot Ibn Hajar al-Asqalani, thot xhamati këto është për qëllim lil ahd. Çai xhamati ka konë pejgamberit alayhis salam. Jo xhamati ka kriju tin krije. Ti e bën për shembull, siç e dimë me bëni xhamat 5 veta, edhe e marr hadithin e pejgamberit sallam, ka thënë pejgamberi alayhis salam, kush dohet pi xhamatit dhe ka për qëllim të 5 vetat e tij. Jo. Andaj gjuhën arabe që kuptohet i thonë lil ahd. Çka është ahd? A ditë kur ka ngjall pejgamberi sallam, ka thënë kush dohet pi xhamatit. Cili xhamat? Xhamatit vet atina. Pra kanë thënë dietarët kush dohet nga rruga e sahabeve, është për qëllim, ka thënë alayhis salam, mos vet për ta. Se është i shkatruar. Ai njeri i cili del nga rruga e sahabeve, është i shkatruar, qase nuk merret feja nga ata. Shikoj njerëzit kur flasin për feja. Apo flasin për feja. E shatin për televizion në emisione, ma lloj njeri flet për feja. Munor me fol për feja pa pejgamber pa sahabe. Kjo është absurditet. Cilën fejë të fol? Flet për Kur'anin, flet për Islamin, flet Islami, o fe kështu, fe ashtu, fe asni sa hadith sta përmen, asni fjalë sahabe sta përmen. Sikur kjo fe ka ardhur çashtu, kuturu, veç e kanë gjetë njerëzit. Jo, feja ka zinxhir, lidh, zinxhir mas zinxhiri deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Zinxhiri i parë, mini herë mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë sahabët. Ajo xhamati i parë, andaj ka thënë alaihi sallallahu alaihi wasallam, brezi më i mirë, xhamati më i mirë janë brezi jam. Ata që kam ka shoqëruar mua. Andaj ka thënë alaihi sallallahu alaihi wasallam, 3 persona kur ta bojnë që këtë vepër, mos u interesojnë shumë për ta. Ata vetë kanë zgjedh rrugën e dalaletit. Allahu na ruaj. Cili është njëri i parë? Ka thënë rajulun faraqa al-jamaa. Dhe këtu pse ka thënë Imam Buhariu? Se është e kundërta asaj që ka do Allahu. Allah e don xhamatin, Allah e don tërësinë, Allah e don unitetin e muslimanëve. Andaj ka thënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, "Wala tafarraqu", dhe mos u ndani. Wa man yushaqiqillaha war rasul, ai cili i shkon kundër Allahut dhe pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe ndahet nga grupi i muslimanëve. Këtë kjo është çfarë argumenton? Se Zoti e do tërësinë. A do të Sheikhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, është e pamundur që rahmeti me u gjet në coptim, edhe është e pamundur që bidati mos me sjell agresori dhe vrasësi. Sa Allahu ja ka shluar rahmetin e ka shluar në xhamat, e ka shluar në tërësi. Mirë, po baza e xhamatit është shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është njëri i parë. Pastaj çfarë ka thënë? Ka thënë asa imamahu famata asiyan fala tasal anhu. Ka thënë dhe një njeri i cili e ka kundërshtu imamin, apo imami kanë thënë të kaluarën kujna, sultanit. Një njeri i cili e kundërshton sultanin dhe vdes rebel ndaj tij. Sultan këtu e ka për qëllim kanë një njeri i cili ju zgjidhet muslimanëve, krijetar legjitim i cili zbaton ligjin e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse njerëzit kanë krijetar të ndryshëm, por këtu nuk e ka për qëllim pejgamberi alaihi salatu wasallam, si cilin që ka mbledhur njerëzit dhe e bëjnë ato krijetar. Jo, është ai krijetar xhulefatët që kanë qenë në kohën e sahabëve të pejgamberit alaihi salatu wasallam dhe vazhdimi deri në rënien e Osmanëve, të cilët kanë pas këtë lloj të traditës së zgjedhjes së sultanit, të cilën kanë quajtur imam i muslimanëve. Andaj kush i rebelohet atij i cili e gjikon me ligjin e Allahut dhe ligjin e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe nuk bën zullum, apo ky njeri i cili rebelohet këtina pa asnjë lloj të drejtë dhe interpretimi të sheriatit, ky njeri nëse vdes në këtë gjendje shkon te Allahu gjinaqar. Andaj ka thënë alayhi salatu wassalam, mos pyet për këtë njeri, sepse ky njeri nuk është njeri i cili merret në konsiderat. Tjetra cila është, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe mos pyet për një rob apo robresh e cila i ka ik zotnisë vet. Në të kaluarën kanë ekzistuar robrit,
Konë robi dhe shefi, robi dhe zotnia. S'ka guxu robi me ik shefit pas me kontrat. Pas me kontrat, bëhet kontrata, shitët ose blehet, apo bërën marrëveshje dhe lirohet. Për ndryshe është pjesë e ti, s'guxon me ik. Dhe kjo çfarë argumenton? Megjithëse robëria është e keqe, pejgamberi alayhis salam e ka synu lirimin e robit për njerit, ama jo me të ikme. Dhe kjo është një detaj i holl të cilët nuk e meditojnë njerëzit në veprimet e Muhamedit alayhis salam. S'ka pas njeri në fytyrë të tokës që ju ka dhimbë dikujna si pejgamberit alayhis salam kur i ka pa hizmeqartë të zotnitë e vet. Rob që kanë punu të hizmeqartë të zotnitë e vet. S'ka pas njeri që mas shumë i ka synu me i liru ata, ama me liru në mënyrë legjitime, jo ty që çdo me liru. A ka mujtë pejgamberi sa më thonë unë pse tash ku marr pejgamber nuk ka më shef edhe rob. U kri këto nuk vlen më. Ish bë fesad i madh. Sepse ish bë fesad, ose si më amor njëri dyqanin. Ose si më amor njëri dyqanin, më amor biznesin komplet. Ai çata e ka biznesin, çata e ka. Andaj Kur'ani dhe pejgamberi sa në mënyra të ndryshme i kanë nxit muslimanët që gradualisht të lirohen prej robërisë. Për shembull, Bilal radhiyallahu anhu, muezini muslimanëve, i pari. Ai u kon rob, ka punu hizmeqar, ama e ka liru Ebu Bekri me parë. Ka dhënë parë zotnies vet, ka thënë sa i lip që ka, çe parët, liroje dhe me kontratë. Çka ndodh nëse Bilali vet apo të ngjashmin ishin liru, kishin ik? Jo, ka thënë alayhi salatu wassalam, kushdo që ik nga zotnia i vet mos pyet për ta. Por ka bo gjuna, ka bo mëkat. Dhe shiko, megjithëse robëria është kader, ai kaderikisht ka mundsi ka lind rob. Mirë po nuk guxonte me e thi këta çka je gjetë në këtë shoqëri. Andaj, shumë prej prapësive, shumë prej devijimeve, shumë prej traditave të gabume që ne mund t'i shohim popull, a mund t'i shohim shoqërinë tonë. Dhe na dëshirojmë të përmirësu ato, mi rregullu ato. A duhet t'i rregullojmë sipas tekave tona, a duhet me ndjek një farë disipline deri në rregullimin e asaj? Duhet me ndjek disiplinë. Cili pi juve nuk ka dëshirë me shkollu e vladin e vet, me mësu e vladin e vet? Ama duhet disiplinë. Ti nuk mundesh me thonë që unë ky vjen kur dojë në shkollë, që anë jem, apo ulet e klasa e parë, që këtë mësues e ka, jo këto tjerë. Jo. Nuk shkon ti çdo. Ka rregulla, ka disiplinë. Edhe në përmirësimin e gjërave ka disiplinë. Pejgamberi ka dosh këtë rob me lirue, ama ka disiplinë, ka dalë brit. Ka disiplinë. Nëse bën shumë gjëra të cilat mund të shpejtohen me efekt kundërt. Thot Aisha radhiyallahu anha, hadith që ka dhënë Imam Buhariu në Sahihun e tina. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala alkoolin e ka ndaluar, mas shumë viteve shpallje, rakien. E kanë pi arabët rakien më shumë se ujin. Sabah, akşam, drek, veç raki ka pije. Rakin e kanë pas pijen më të mirë që kanë mundësi me e pije. E kanë bëhe edhe për nevojë, edhe për çejf, edhe për aheng, edhe për gjithçka raki kanë pi. Thot Aisha radhiyallahu anha, të kishte zbrit në ajetet e para mos pini raki kur kush se kish lanë. Allahu xhela ka kriju njerin dhe e di. S'ka njeri në botë që mi thonë ti pin nesër ije që shto, ja s'ka. Pinje, ai ti mundesh mi thonë pa i zball. Andaj plot për njerëzve që mundohen me deklaru vetë unë pi sot jam i mirë. Ti mundesh me thonë po si e prapi e çaj. Sa njeri hin islam me komplet bagazhin e xhailetit vet. Dhe pastaj ai ka ndryshuar vetëm fjalët, jo përbërja çajo. Për me morë një hekër, me andru trajtën, do zarme, do kohë, do mjeshtër, inxinjerë që e merë këtë trajtë. A mund është ti me të frime dhe në pi që të pinë mikrofonet, jo zbahat kjo. Do punë, do shkrirje. Andaj edhe karakterët, edhe të mirat, edhe të këqijat. Nëse dëshiron me ju ndru trajta, duhet kohë. Andaj ka thënë alayhi salatu wassalam, kur të ke robi pi zotnijës, mos vet për ta. Mos pyet për ta se e ka humb rrugën. Dhe i treti, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, wa imra'atun ghabe zawjuha wa kafaha ma'unat ad-dunya fatabarrajat wa tamarrajat ba'dahu. Ka thënë alayhi salatu wassalam. Dhe mos pyet për njerin e tretë. Cila është i treti? Ka thënë një grua e martuar, ku burri vet udhton, shkon dikon rrugë, i ale parët për obligimet e kësaj bote. Pro ka punë, del, ec. Mirë po ketë obligimet që ka i ka ndaj asaj, jale. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, fatabarrajat wa tamarrajat.
E ajo në mungesë të burrit të saj zbukurohet dhe llastosët masi se ka burrin aty. Mos pyet për të gruaje. Pra mos pyet se sa gjunaqare dhe mëkatare është te Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo vëzër sa ju ndodh njerëzve fatkeqësisht, ku degradimi, nëse mundson Allahu subhanahu wa taala do flasim për një fenomen shumë të shtuar në mesin e muslimanëve fatkeqësisht, që i dashur obligim në mënyrë të detyrueshme mos më ekzistu, por ekziston. Cili është ajo mëkat dhe ai degradim? Zinaja të ndëruar xhamat. Zinaja, amoraliteti, zinaja, të fjeturit e njerëzve me gratë huaja dhe fjetja e grave të huaja me burrat huaj. Ky fenomen për të cilin ka thënë Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, atë ditë që një shoqëri dhe një qytet e bëjnë të hapur zinan dhe amoralitetin, Allahu subhanahu wa taala jep izën me shkatruar qytet. Dhe ketë një problem i madh i kësaj shoqërie, degradimet shumë ta vinë pikësaj meseleje. E do të flasim me lein Allahu subhanahu wa taala në ligjërata të veçanta për këtë fenomen degradues, shkatrues të familjeve, shkatrues të familjeve, ku një numër i madh i shkurorzimeve bëhen për shkak zinas. Dhe njerëzve ju prishet komplet raja dhe thelbi për shkak po një qef të dikujna. Andaj, çka thon alayhi salatu wassalam, nëse një gruajes i u thon burri dhe ja ka plotësue nevojat e dunjas, ja ka lënë parët, ja ka lënë shtëpinë, veç mbathjen e kështu me radhë, dhe ajo pas atina, në mungesë të atina, tamarrajet wa tabarrajet, edhe deshët, edhe llastosët, edhe joshtë të tjerët. Ka thënë alayhi salatu wasalam, aq punën e ka rënë te Allahu subhanahu wa taala, saqë si avlen as me vet për ta hiç. Në xhenem hiç mos vetni për ta. Kështu ka thënë alayhi salatu wasalam, la tus'al an. Nuk vetet për ta. Nga injorimi që duhet dhe përbuzja që duhet të bërë këtyre njerëzve. Gjithashtu ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe 3 të tjerë nuk pyetet për ta. I pari për tyre është një njeri i cili i merr i bën rivalitet Allahut në cilësinë e mendjemadhësisë, të mbajturit me të madh. Mendjemadhësia është cilësia e njeriu, ndërsa të mbajturit me të madh nuk thuhet për Allahun mendjemadhësi, por thuhet tekebur, pra të mbajturit me të madh. Se Allah është i madh, adhim, kebir, aziz. Njeri pse i thuhet mendje madh? Pse i thuhet mendje madh? Sa ai i madh nuk ka realitet, menja ju ka rrit. Apo ai do kur e çortojnë dikan te na, çka i thonë, ju kishë rrit menja. Sa i trupi s'ju ka rrit. Çdo njeri që e ma veten me të madh pi njerëzve, realisht ai me mene mu i merr menja që është i madh. Sa i poni me, ai prapi ka 1.60, 1.70, ai as 1 milimetër, as 1 centimetër se ka rrit. Apo ama menja i rritet, edhe po njeri gjestet e veta i ban në kalkulim dhe në harmoni me trunin e vet. Qysh e zë veten në trunin e vet, çashtu edhe sillet. I vetmi që meriton me majt vetin me të madh është Allahu subhanahu wa taala. S'është i madh Jelle Jelalu, është i madh subhanahu wa taala. Ama insani gishti mi dhim, kan burri madh dhami mi dhim, shpirti i del. Ku e gjenti për me majtë më dhe basit? Qa pse ta merr menja që duhet me majtë më basit? Ty vesh del një ditë para pasqyrës edhe këshira. Me dur të tua ti mundesh me brek qatijen. Mos fola për qillon. Edhe ende njeri ka argument mu majtë me të madh. Ka thënë alayhi salatu wassalam, një njeri që bën rivalitet me Zotin në të mbajturit me të madh, atëherë për atë njeri mos vet. I dyti, një njeri i cili dyshon në urdhat e Zotit. Ata shimi të jetu në kohën e qësajla. Dyshim, çdo sens që ka fetare dysho. Apo sikur që dalin plot palaçën televizor, thotë si thojnë o xhallar diçka, a do ti më ditë çka në rrugë e drejtë, dil kundërtën. Ja çka i mësojnë këta të cilët thonë paqe dhe siguri, thonë çka thojnë o xhallar, ti dil kontra. Po që tash na o xhallart me ixhmat muslimanëve thonë me respektu nanën dhe babën, dil kundër. Del kundër të. A e kuptoni se çfarë thirrje degraduese bëjnë? O xhallar thonë burri dhe gruaja duhet me met në kuror, me majt kurorën me dhëmball, dit kundër të. O xhallar thonë gra duhet me mbuluhet pjesët intime të tyre veç për burrat e vet, dil kundër të.
A e kuptoni çfarë thirrje janë të bë? Ka thënë alayhi salatu wasalam, mos pyet për një njeri i cili dyshon në urdhën e Allahut. Kur thojë Zoti diçka farz, qiellet tokës në lëviz ata. Qiellet tokës në lëviz ata. Po mundën mu gjet njerëz të cilët i veshin edhe i ngjirosin, edhe i ngjin, edhe i lin, i qesin atë në televizor, thot fol diçka, edhe kishe çe feja. Jo, feja ka parimet e veta, ka Kur'anin e vet, ka sunetin e vet. Andaj ka thënë alayhi salatu wasallam, mos pyet për këtë njeri. Dhe i tretë i cili dhe njeri i cili e ka kaput shpresën nga rahmeti i Allahut. Ka plot njerëz të cilët nga gjunat e shumta që i bojnë, dikush ka mundësi me ja humb shpresën nga rahmeti i Allahut. Të nderuar xhamat, sado që njeri është mëkatar, gabimtar, edhe që ka rrëshit në një gjuna, s'ban me ja humb shpresën nga mëshira e Allahut. Dhe më e rrezikshme se kjo, nëse shohim një njeri i cili ka musliman apo muslimane, edhe ka mundësi me degradu, apo me lajthit, apo me deviju runa Zot, nuk du të mu gëzue, sikur që i shohim plot për njerëzve, apo gëzohen. Të ndëruar xhamat, njeri e ka një shejtan i cili rri vazhdimisht gati. Kështu ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, çdo viri i Ademit e ka një shejtan. Derisa sahabët çat shumë e kanë marrë këtë punë seriozisht, i ka thonë ja Rasulullah, edhe ti masi çdo biri i Ademit edhe ti tha po edhe unë, walakinahu aslam, ama ki shejtani jam u ka dorzuar po, pi mu u ka dorzuar. Bile çaçu ka dorzu, shtash murdhon për të punë mira. Ai ka binë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çon ka e keqja. Ama unë ti çdo njëri pi neve, një shejtani rri, që shtu sprove ka pi Zotit. Që ta shohë Allahu xhelala, a ki mengu Allahun a? Ki mengu shejtanin. Bolle ka njeri çat shejtan. Mos u ban ti ka shejtani. Kur ta shif se një njeri, o ka njeri mirë, tash ka nis me gjuna, me thonë, po ne kum ditë se Allah ja thën qafën këtina. Kush je ti me ne që këti Allah i kam ja ti qafën? Çiki frikë ka çiki. Ki frikë që çiki. Ka pritëm një muaj, unë kum kallzue. Analistat të dhe kardiologa, njohës të zemrave të mira, se çiki ka me devijue. Po nëse devion ti dush më kënaqja. E ka bë Ebu Darda radhiyallahu anhu, një njeri i cili ka bë gjuna. Edhe kanë pa të tjerë të mallku, Zoti e mallkoft, Allah atë e kështu me radhë. Çka i tha Ebu Darda? Tha ju a kanë ka shejtani e ka ki? Të ndërru xhamat, duhet me vao këtë pyetje. Kur dikush devion, pavarësisht e një a nuk e një, ka qenë musliman apo ka qenë muslimane, dhe e sharuna Zot ka deviju, ka degradue, ti tash faktikisht shejtani e kriti punën e vet, ti shejtanit like e kije, çata kem të pritna, na pikura të prit mja thi Allah i qafën. A që shto ma feja? Që shto ma feja? E ti runa Zot me bo me deviju, që do të me bona? Mu knaqa. A knaqa njeri kër e qëti kanë gjenema? A knaqa njeri kër e qëti kanë të degradua? Kur ti e qëti kanë me nëzjarë kësaj bote, arrit durthata, që shtu i lidh durta, apo reagon, jo të të me reagua. E pak ta mos t'jemi nga pala e shejtanë, nga se shejtani e synon me deviju njerin. Kështu ju ka betu Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj tha alayhi salatu wassalam, mos pyet për njeri i cili i ka këput shpresën nga rahmeti Allah, nga se zban mi këput shpresën nga rahmeti Allah. Zoti madh te bareke ve teala don që na, edhe nëse jemi gjunaqar, edhe nëse jemi mëkatar, asi cili për neve jemi mëkatar, tash relative sa gjuna e ban, po si cili për neve ban i gjuna, qoftë nëse nuk e ndin ata, sa për neve bojnë padrejtësi, sa për neve bojnë padrejtësia. Dhe munohen njerëzit me e kuptu fejën buk fali që ja o kana vet. Erë një njeri të Imam Shafiiu rahimahullah, edhe i tha, o hoq, unë jam i martum, tha edhe shka do? Tha du më martu për zditi. Kështu njerëzit ku munohen me kuptu fejën buk falisht, nuk e kuptojnë me parimet se feja është e madhe. Kur të lexosh një ajet, mos mi haro këto 6.000 tjera. Kur të lexosh një hadith, janë edhe 20.000 tjera. Kush të ka thonë ti me kuptu fejën veç për këti hadithi? Andaj nuk kuptohet feja bas tekave tua, qejfeve tua. E pastaj ti me kujton që ti zotni i madh se para që ki kuptue. Erdhi njëri te Imam Shafiu dhe i tha, o hoq, e kam një gruje, po du me mor një ditën. Tha, pse po du me mor ditën? Tha, po feja në kanë zitë, sunetu me mor ditën. O insan, tha, edhe feja në kanë zitë mës me bo zullum. A mun bash i drejt ati me tu dijat njësoj. Nuk ka me se une, po kam ti e merë veç këtë ta ka lejue. Po ta ka leju, po Zoti ta ka leju me ba një qa, po ka përgjithësia jo. Jo ti veç me e ba një qa. Vjen fëmija ndonjë, po ti fëmija biologjikisht ka ardhur ndonjë, po duhet me eduku ata, duhet me rrit ata, duhet me udhëzu ata, duhet me kujdes për ata. Jo me jalon rrugës.
Andaj nuk është çështja veç me marr një element fetar, Milan 10 të tjera të cilët realisht këta e trajtojnë çish duhet. Po nëse je i drejtë, nëse je i përpik, nëse ja jep hakin, marri, ka pas sahabe, ka pas 4, ka pas 3, ka pas 2, ama ti nuk kanë drejt, mos e kuptoni fenën. E tani, njeri bën xhuna, çka do të më thonë? Po, gjithu alamat mi alon një hekër, sigur ajo ania e di, që shlohet edhe alamat ma tepër, që mos mu e kur me lundru kimo në mbi sipërfaqen e ujit. Andaj të ndëruar xhamat, njëra prej zullumeve që realisht është tem veti, kur na kam rinj zemrat tona me u gëzu devijimit dikujna. Çfarë zemër është ajo zemër e cila i gëzohet devijimit dikujna? Maizi radhiyallahu an, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kishte bazë zina. Ka moralitet, ka flet me gruaja e huaj. Ka ardhur te pejgamberi alayhis salam, ka thënë ja Rasulullah, kështu e kam bërë çka gjuna. Pejgamberi sallam çka i ka thënë? Ai tha, po na e kena prit Allah me ta thik qafën ti çe, dol zinaçari u shfaqe gjetëm. Kështu kënaqën njerëzit me gjunat e njerëzve. Çka i tha pejgamberi sallam? Jo vetë se si të di çka i të fol. A kuptoni çka do të thonë zemër? Jo vetë se si të di çka i të fol. Atë shumë pejgamberi sallam nuk donte me eni që ka bëu zina. Ju tha shokëve vetë, mos ka pive rakiki, se rakia më thjesht. Zinaçari i martuar në sheriat gurzohet. Pa mos ka pive rakiki? Ai i thonë ja Rasulullah, nuk kam pi raki, jam i kthjellt, jam vetveti, kam bëu zina. Shko tha, çetër ditë folna. E shtinte, shko largoju, sepse nuk don pejgamberi sallam u gëzova çe ko, e zonam na. E ki bërë njerëzit, e zonëm në fajtorin. Që një fajtorin e gëzat? E ti? As ki gjunaja? Ti as ki gjunaja? Na ketë jetojnë në perdën e Zotit. Kretë jetojnë në mbulimin. Zotin a ka mbuluë. Ka thonë poeti, pasha Zotin, me në izbulu Allah i gjunahat, në nuk i folën në një qetrit. Nuk i folën në një qetrit. Mirë pa Allah në mbulon dhe dush mullut Allah me të mbuluë. Kur arë ki pastaj, qatë shumë e ka tjerë, pejgamberi alayhis salam, punën e Maizit, deri sa ka fillu me vetë detalj. Ka thonë, ku e diti besh ka zinaja? Ku e diti që ka zinaja? Ka fillu me vetë detalj. Ka thonë, unë jam i martum. Unë e di që ka zinaja, unë jam i martum. Ta që e bëhat me grujen teme, kam bëhat me grujen të uj. Deri sa e kanë ngurzue. Edhe kër e kanë ngurzue, kanë gjujtë gurzi. Kanë gjujtë që shtu e ka pru Allahu Gjelluala ndëshkim. Edhe një musliman e gjun një guri, edhe stërpik gjaki, edhe e përlin. Edhe stërpik me gjaki thot, Zotit malkoft. E le që ki po gjuna, po edhe nga stërpike me gjak. Atëra thot alayhi salatu wassalam, mos e mallkoni, se kjo pendu mo, kthi pe Zoti. Ki atë ardh keq mo. Ço po do mi bëmo njerit? Më shumë se sa mi ardh keq njeri kur thot m'fal. Ja kam kthi Zotit. Çka do me bëj njerëzit? Andaj mos bëmi xhalata në zemër e musliman për jashtë, apo? Andaj kur dëgjosh një lajm se dikush ka degradu, apo ka deviju, apo dyshon fe, që do të me bona? Gëzimi madh, hajde, qarosni. Çu devijoj ki? Jo, lutë Allah me ata me udhëzu, Allah me drejtu. Ka thënë Isa alayhi salatu wassalam, mos ecni në tokë si mu kanë ju zota, po ecni në tokë si mu kanë ju robër. Ku të ecni në tokë, mos ecni kushjeti me ecë si zot. O të ecë të gjunaqar, ecë të këtu, edhe aj gjunaqarën e të vene, edhe që ki nuk ka bësh gjunaqarën, mas ditve ka me bëj gjuna. Kështu njerëzit mundohen me e zbatu unitetin e rrenjshëm në tokë. Çka tha Isa alayhis salam? Ju si një zot e një rob. Kur ta shifni një gjunaqar, thuni shiqir Zotim kam lu mua. Që kjo është trajtimi i robit. Kur ta shifni një gjunaqar, çka dush me thonë? Çka ka thonë alayhis salam kur ta shifni një njeri me tmeta? E shë një njëri të paralizum, shë një njëri si punon dora, shë një njëri s'ka një vesh, s'ka një mungesë e ka. Qëka du të me thanë? Me kesh me ta, shë e palon pa një vesh, palon, jo, stakfirullaj l'adhim. Kush e ka kriju këta zotimat gjelle? Po t'ja di ka një të kesh. Pejgamberi sa kur i ka nxit sahabët në luft, ka ndalë me armikun në luft, s'ka, ati në luft nuk mund të thonë, a i një mirë që shjeni edhe ajde po luftojnë. Jo, ati s'ka ati a i një mirë, shkon shpata, shkon krija. Ka thënë alayhi salatu wassalam, kur dilnin luftoju musliman, normal se ati kanë mushkumbi, jehona dhe ato kërslimat e shpatës. Ka thënë, ikni ftyrës, mos i mshoni ftyrë. Armikut Allah, mos i mshoni ftyrë. Ka thënë, pse Rasulullah? Dha se Zoti ka kriju ftyrën, edhe ftyrat e Zotit janë ndershme.
Pra, ani, ju keni me luftu, pjesë e luftës, luftë është ajo. Ama monin ftyrë, se ftyra është pjesë e ndershme. Ftyra është pjesë e ndershme. Para me no pejgamberi sa Ebu Gjehlit, për Ebu Gjehlit ka thonë, edhe në të godit që mos e godit një ftyrë. Mos e godit në ftyrë. Para me njeri, fëmijën e vetë, kitë në ftyrë e re. E vladin e vetë, kitë në ftyrë e re. Në ftyrë i bërtet. Allahu që ka po ftyrën pjesën më ndershme. Çka tha alayhi salatu wassalam kur ta shihni njëri i cili ka tmeta? Thoni alhamdulillahi alladhi afana mimma ibtala. Tu alhamdulillah o Allah që mu mi pa e dham të vesh ki një i mungoj ka. Unë di kam këti si punoj ka. Dush me thanë alhamdulillah që Zoti ta ka plotësu shëndetin e jo me kesh me ta. E njëjta të gjunatë ndëruar xhamat. Kur e shani njëri kushtimisht paralizum gjunahe, ajo paralizë është ajo. Ajo është handicap, së na tu dalë pi gjunahe. E pak të thuj o Zot shiqirune, se kam që ta, po inshallah Allah e drejton edhe ketë. Andaj, synimi i fejës është me drejtu njerin, me përmirësu njerin, me azgjat dorën nëse është duke u fundos, me nxjerrën si përfaqe. Andaj, ka thënë alayhi salatu wassalam se zullumi është njëra nga cilësitë që më shumti i urrejnë Allahu subhanahu wa taala, nga se veti se ka bo haram, edhe të tjerë ja ka bo haram. Andaj edhe kputja e shpresës është lloj i zullumit ndaj Zotit të Madh, sepse ti thon Allahut, ti s'ma fal mua për çata unë po vazhdoj. Jo, kjo është zullum. Ti të fol për Allahun çka nuk është e vërtetë. Pastaj ka vazhduar Imam Buhariu rahimahullahu taala edhe me hadithe të tjera do të vazhdojmë me lein Allahu te bareke ve taala në khutbë elusim Zotin e Madh xhelel xhelalu. Që Allahu subhanahu wa taala na bën prej atyre të cilët cilësohen me cilësi që Zoti i do, që Zoti i pranon ato, i ban kabull ato. Elusim Allahu xhelel që Allahu t'i largon prej neve cilësitë të cilat janë devijuese, cilësitë të cilat Allahu i dhrohet me to. Elusim Allahu subhanahu wa taala që Allahu xhelel t'i pason zemrat tona prej zullumit, t'i pason duart tona prej zullumit. Elusim Allahu subhanahu wa taala që Zoti on xhelel xhelalu musliman këtë që na përbot Allahu të ndihmon. Fuqarat, skamnor, nevojtarët, bonjak, jetimat të vejat, të gjithë Allahu xhelel xhelalu nga rahmeti vet, edhe neve bashkë me ta. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.